Po doja me dy fytyra. Rrof Shabani, poshtë Shabani. Rrof Shabani, poshtë Shabani. Në fakt, çfarë është Shabani? Pra kjo është pyetja për sot. Po di unë që është Shabani? Fytyra me dy fytyra, me 200 fytyra. Politika shqiptare është e gjitha me dy fytyra. Të gjithë janë zullumqar, uzurpator, ndyrësira. Mënyra se si bëjnë politikta, o zot, largoj të gjithë për i meje. Me 150 fytyra, jo me 2 fytyra, me 150 fytyra. PD-ja s'ka me kokë, është në status konfuzionale. Qeveria është e detyruar të verë dike që është kundra. Do më thënë, ai është normal në atë vend. Ai është një djalë i shkolluar, ai do që të ndryshoj, me thonë drejt. Edhe mendoj që do bëj punë. Derisa zgjedh Sali Berisha, Partia Demokratike nuk fiton asnjëherë. Shqipëria në dorën e komunizmit, më. A mushet me sa na komunist. Kush është ky Shabani? Avokati i popullit, se i fitoi ai votat me firmat e demokratëve edhe me votat Po mi socialiste. pse po doja me dy fytyra? Po me dy fytyra sa e votuan ato. 28 deputetë e votuan ato. Po doja i bie që një fytyrë është ëngjëll dhe një fytyrë tjetër është djallë? Po djalli dhe ëngjël nganjëherë më i rrezikshëm është ëngjëlli se sa djalli, e kupton, ku është muhabeti. Saliani është ëngjëlli në këtë situatë, djalli është Berisha. E kuptova. Ai kush është më i rrezikshëm? Unë se djallin e përshkruajnë me Brirta, Berisha s'nuk i shoh Brirën. Brir, i ka pa dukshëm.